Pjesë e turneut ndërkombëtar Memorial Vllaznia 2025 në boks është edhe Senad Drini, tashmë një boksier i afirmuar në boksin profesionist. Senad, tashmë rruga juaj edhe pse i ri në moshë ka marrë një përvojë, ka marrë edhe një vlerë në aspektin e konkurimit tuaj. Sa i kënaqur jeni me ecurinë e këtyre viteve? Përshëndetje Gac, jam shumë i kënaqur domethënë me ecurinë deri tash. Në këtë fazë tre që kam filluar domethënë boksin profesionist. Edhe jena të pas mbështetje si fillim nga trajnerat, pastaj edhe nga promotori, që ato bë organizime të mëdha si në Shqipëri, si jashtë Shqipërisë, ato mundu që ne me bën neshje të forta, që më rendit mirë domethënë në boks, edhe me arrit me bën neshje për titull në të ardhmen. Kalimi nga boksi amator tek boksi profesionist, natyrisht që ka ndryshime thelbësore. Si e keni përballuar ju këtë ndryshim? Ka ndryshime thelbësore, po ashtu edhe varet personalisht stili boksimit personit, domethënë se disa persona mund t'i pëlqejnë më tepër boksi amator ose mund t'i përshtatet më tepër, disa persona i përshtatet boksi profesionist më tepër. Domethënë varet sipas tipologjisë ose sipas stilit të boksimit që ka vetë personi. Konkretisht për ju, cila pjesë ka qenë më e bukur, edhe është më e bukur? Boksi profesionist, me thënë drejtën, më pëlqen më shumë, më përshtatet më shumë. Më ka pëlqyer gjithmonë, domethënë. Dhe kjo përvojë juaj tashmë do të konkretizohet me një tjetër hap në vazhdim ku do të jeni pjesë e ditës së tretë finale në turneun Memorial Vllaznia 2025 që zhvillohet në Shkodër. Në çfarë peshe do të konkurrojë Senad Drini? Do konkurroj në peshën super middleweight, që është 76 kg e 200 gram. Dhe kam një kundërshtar që vjen nga Gjermania. Ka një rekord të mirë dhe është renditur bajegi mirë dhe ka me kënë një ndeshje shumë e fortë. I keni studiuar kundërshtarin në video? Po, i kam po disa ndeshje, është sallak, është teknik, mundohet punon, ka refleksi si boksier, por kam përshtypjen që do performoj shumë më mirë se ndeshje tjera. Nga që edhe është nivel më i mirë se kundërshtarët e që kam pas të kaluar. Si po shkojnë përgatitjet e këtij para këtij turneu? Shumë mirë, jena të bë stërvitje tregut, disa seanca në ditë, 6 herë në javë. Ashtu është shumë mirë. Kena punu bajegi. Besoni që do të merrni një fitore për të gëzuar dhe tifozërinë shkodrane? Po, patjetër, këtë shpresojmë, po e them edhe me besim që ashtu mendoj që ka menuar. Senad Drini, vetëm emri juaj të kujton traditën sportive në familjen Drini. Një armat e tërë nga familja Drini në sporte ndryshme, po kryesisht edhe tek boksi, kur kemi parasysh sidomos Artur Drinin, i cili ka bërë karrierë të bukur sportive në Shqipëri dhe sidomos në Gjermani. Sa keni marrë pjesë nga tradita familjare? Është gjë e bukur kur je përfshin dhe emri jot te kjo traditë familjare, edhe kur je të mundu po ashtu me majtat emër edhe mundu me arrit gjana në këtë sport. Sa keni marrë nga Artur Drini në aspektin teknik apo diçka të tillë? Unë mendoj që jena pas stile boksimit ndryshme, pavarësisht se mu nuk asëm ka qëllu, i herë më ka qëllu me pa një ndeshje kur kam qenë i vogël live tijen, 2009, ka pas bëha po ashtu në Shkodër, se ka jetu në Gjermaninë atë kohë. Edhe nuk është se stilin mund ta kena i sej, po kam përshtypje zemrën ose egon ose si më thonë agresivitetin mund të jetë që afrohet. Me që është momenti përmes kamerës një thirrje tifozërisë shkodrane dhe sidomos tifozëve tuaj personal që po shtohen nga dita në ditë për t'ju mbështetur në ndeshjen shumë të rëndësishme. Dhe me thonë ka me kanë një event shumë i bukur, po ashtu me ndeshjet amatore që kanë me kanë përpara aty dhe mrapa me ndeshjet profesioniste, kështu që i peston shkodran tonë dashamirësit të sporteve të ndryshme dhe po ashtu tifozët e mi dhe miqtë e shok dhe familjarë. Suksese Senad, shpresojmë në fitoren e radhës. Faleminderit, Gac.